një zhvillim të minutës së fundit, një aksident I rënd rrugor ka ndodhur në aksin Fier Libovisht pranë fshatit Petov, duke shkaktuar plagosjen e 4 personave. Në përplasje janë përfshirë një automjet tip Range Rover dhe një Mercedes, ndërsa goditja e fortë ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në të dy mjetet. Menjëherë, pas sinjalizimit në dhe ngjarje mbërritën ekipet e emergjencës, të cilat transportuan të lënduarit drejt Spitalit Rajonal të Fierit me 3 autoambulanca. Sipas informacioneve paraprake, deri në këtë moment, 4 personat e plagosur ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe po marrin trajtimin e nevojshëm mjekësor. Aksidenti shkaktoi bllokim të përkohshëm të qarkullimit në këtë segment rrugor, duke krijuar rreth të gjata automjetesh në të dyja krahat e rrugës. Në vendngjarje ndodhen forcat e policisë rrugore, të cilat po kryen veprimet dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave që çuan në përplasjen e 2 automjeteve, pra bëhet fjalë për një aksident rrugor të ndodhur në aksin Fier Libovsh pranë fshatit Petov, I cili ka shkaktuar plagosjen e 4 personave, siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet. Në këtë përplasje janë përfshirë 2 automjete, një tip Range Rover dhe një tjetër Mercedes, ndërsa goditja e fortë ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në të dy mjetet. Deri në këto momente, sipas të dhënave më të fundit dhe informacioneve paraprake, 4 persona të cilët kanë mbetur të plagosur ndodhen fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën, teksa janë duke marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor. Aksidenti shkaktoi një bllokim të përkohshëm të qarkullimit në këtë segment rrugor, duke krijuar rrafë të gjata automjetesh në të dy krahat e rrugës. Ndërkohë, policia rrugore po vijon punën duke kryer të gjitha veprimet hetimore, teksa po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave që çuan në këtë aksident të rënd.